U rikthyem në studio dashur për të vazhduar tutje biseden me dy mysafire shumë të këndshme. Me njërin do flasim si gjithmonë shqip, por kemi edhe një surprizë të vogël me të njërin, po ashtu do flasim edhe në gjuhën angleze pasi e kemi nga Gjermania. Kemi të ftuar Exona Muslimun dhe po ashtu Ana Bernhard nga Qendra për Bashkëpunim Ballkanik Loja, ku do shtjellojmë pak më tepër mbi edicionin e sivjetshëm të festivalit të filmit Watch Out që mbahet në Tetov. Është edicioni 14 si vjet, do në mbahet në data 18 deri me 21 qershor. Për këtë dhe më gjërë, së pari ti mirëpres vajzat, shumë faleminderit që keni gjetur kohën dhe mundësinë të jeni sot me mua. Shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Thank you for coming, finding the time and the opportunity to be here with us today. I'm very happy to be here. Atëherë Exona, fillimisht flasim pak bashk, është edicioni 14 i festivalit të filmit Watch Out apo jo ky i sivjetshmi? Si vjet është edicioni 14 i festivalit Watch Out, siç e përmendët edhe ju, do mbahet domethënë festivali prej datës 18 deri me 21 qershor. Projeksionet e filmave të fillojnë orën 8 në mbasditë, domethënë mbrëmje. Dhe festivali do mbahet si gjithmonë në qell të hapur edhe është tek Muzeu i Shpartisë Komuniste në Tetov. Shillojmë pak më tepër, bëhet fjalë për trenet, nëse ka një natë 4. Më thënë, hapja, mbyllja, çmimet, pak më në detaje nëse ka mundësi. Patjetër, do me thënë, festivali fillon me 18 ditën e mërkur në orën 8 mbrëmje, do me thënë ajo është hapja e festivalit të mërkurën, edhe do vazhdoj me 18, 19, 20 edhe 21 qershor. Në gjatë mbylljes së festivalit do të kemi edhe një koncert mbas projeksioneve të filmave. Kurse gjatë ditëve të festivalit do kemi punëtori të ndryshme që do të mbahen në hapësirat e qendrës së Loja. Si gjithmonë do me thonë, festivali shoqërohet nga evente të ndryshme dhe ngjarje të ndryshme që ndodhin gjatë atyre 4 ditëve që rrethojnë festivalin. Le t'i marrim pak me radhë, nëse për të gjithë besoj që janë të interesuar, ndoshta edhe e kanë për herë të parë festivalin, të vinë dhe ta shohin, çfarë kemi të planifikuar për datën 18? Datën 18, me thënë, është, si që përmenda, është hapja e festivalit dhe nuk është se kemi ndonjë event tjetër që e shoqëron festivalin, me që është nata e hapjes, jemi më të angazhuar, kështu që nuk ka evente tjera në atë ditë. Kemi ndonjë kështu fest apo fjalime, prezantime filmash? Po, normal. Do jenë zakonisht natën e parë festivalit do prezantojnë çmimet fituese, do me thënë festivali ka 4 kategori. 3 fakt, filmi dokumentar, filmi shkurtër dhe filmi animuar dhe filmi eksperimental që janë tashmë një kategori. Kështu që për këta 3 kategori do të ndajnë çmimet, do të thënë për filmat fitues. Për këtë edicion kemi pas si jurit festivalit aktoren e njohur të Maqedoni Sinoliçka Tërkova, njëjtë është edhe profesoresh në Fakultetin e Arteve Dramatike në Shkup, mandej kemi pasur si juri edhe Visar Krushën, që është producent dhe screenwriter, skenarist nga Kosova, mjaft i njohur për publikun këtu, edhe kemi një fotograf dhe gazetar gjerman që është Mario. Kjo ndodh që në natën e parë, do të thonë çmimet zakonisht ndahen në natën e parë. Edhe gjatë festivalit zakonisht i ftojmë fituesit e çmimeve që të jenë prezent. Tani ndonjëherë janë, ndonjëherë varësisht prej angazhimeve të tyre nuk mund gjithmonë të jenë prezent, po deri tani kryesisht kanë qenë. Edhe njëkohësisht fituesi që janë prezent gjatë festivalit kanë edhe në një punëtori, do me thënë, ose në një panel ku ata flasin me trit, ose një tregojnë për punën e tyre, varësisht edhe prej temës e cila trajtohet në filmin që është fituesi i festivalit. Do me thënë, këta janë të gjitha të ndërlidhura dhe kryesisht mundohemi që eksperiencën e tyre, përvojën e tyre ata ta përcjellin tek qytetarët këtu, të rit këtu edhe ideja e festivalit është të jetë edhe edukativ, edhe të nxjisë një lloj aktivizmi, po gjithsesi edhe të jetë spavitës për qytetarët, jo vetëm të Tetov, po edhe me që gjithmonë kemi publik edhe prej vendeve tjera. Po, edhe vendeve fqinje, po edhe prej qyteteve tjera të Maqedonisë. Do i kemi të pranishëm fituesit të këtë edicion apo nuk e kemi saktë akoma? Nuk e kemi të definuar ende, mendoj që po me që nuk e kemi shpallë ende fituesit, domethënë do duhet të shpallim të hënën, nuk do atë
them më shumë pak. Ashtu, më zbulojmë shumë detaje. Do rikthehemi sërish se dua di pak më tepër mbi datën 19-20 dhe shumë e radhë, po ashtu dhe historikun, por fillimisht dua të pyes pak anën e cila është viti i parë i saj në qendrën Loja dhe po ashtu do jetë edicioni i parë i Watch Out Film Festival që ajo do jetë pjesë apo jo? Anna, it's going to be your first time with the film festival, right? Being part of... Yes, you started being part of Loja in January this year, right? Yes, and time was flying, so I don't know where the past 6 months went. How is it going so far? How do you feel so far being part of Loja, and why did you decide being a part of it? So far it's going great. I have amazing colleagues. Everyone is very nice, and there are so many exciting things happening, like the film festival, which was, which is busy at the moment. Yeah, it's a whole new experience, right? It is a whole new experience, and it's great to be part of it, to like be there from the beginning, from when all the films were sent in, and we had the pre-screening with the volunteers, to now actually preparing the festival. Yeah. I believe it is also a really good opportunity to meet new people, since you're also new here, right, in Macedonia. Yes, it is. And to make friends. That definitely is true. So far, in which activities have you been a part of in Loja? So far, before it was more in the educational part, working with universities and being part of the trainings. For example, the Peace Building and Civic Activism Academy we had. And now it's mainly the Watch Out, and we are organizing a study visit later in July, so yes. Ana, po përmend edhe pjesën e aktiviteteve të tjera që mbani si Loja, të cilës besoj i referohemi, do rikthehemi përsëri më vonë, që ka të bëjë me pjesën më edukative të qendrës apo jo të organizatës. Kur jemi akoma tek festivali, edicioni 14, çfarë mund presi me datën 19 dhe 20? Do të thënë, kryesisht përmenda festivali ka aktivitetet ndryshme që ndodhin në kornizat festivalit. Kështu që me datën 19 planifikohet kemi një punëtori me Alex Metz, që është një Gjerman që merret me studion fotografit dhe se si ata përdorin në media, dhe me thënë propaganda nëpërmjet fotografive, kështu që do të jetë kjo punëtori që do të zhvillohet në hapësirat e qendrës Loja, dhe i them gjithë të interesuarit edhe gjithë të rit kryesisht që ju intereson media, që ju intereson kryesisht media, të jenë pjesë e këtij workshopi ose e kësaj punëtorie. Mandej me datën 20 planifikojmë një punëtori tjetër që do të mbahet nga Christoph Grafinger, është një politolog dhe analist politik që do të flasë më shumë për media literacy ose për edukimin mediatik. Jemi fokusuar kryesisht, do të thënë punëtoritë kryesisht janë fokusuar në, siç e përmenda më në aktivizmin qytetar edhe në edukim, kështu që i ftojmë gjithë të rinjtë që kanë pak interes edhe që do të jenë pjesë e festivalit dhe që do të dëshirojnë të jenë pjesë e Lojës, të bashkangjiten në këta punëtori që janë mendesh në interes të tyre, po gjithsesi këta media është diçka që është shumë përhapur tash dhe mendoj që do të ishte shumë interesant për ata të jenë pjesë e këtyre punëtorive. Domethënë janë të hapura për të gjithë të interesuar që duan të jenë pjesë. Kemi limit moshe le të themi apo kryesisht normal kriteret të tjera? Kryesisht janë prej moshës 16 e lartë, normal, me që ne kemi një grup madh të vullnetarëve lokal që ndihmojnë rreth festivalit edhe ata gjithmonë janë të mirëseardhur dhe të mpritur në këtë punëtori, kështu që gjithmonë mundohemi të kemi të vëmendshëm kur mënyra se si organizojmë këtë punëtori dhe se për çfarë flitet në këtë punëtori. Kështu që prej moshës 15-16 e lartë janë gjithë mirëseardhur. Domethënë janë të hapura, si mund të jenë pjesë e këtyre eventeve? Ne thjesht i publikojmë kohën kur mbahen edhe hapësirën, e përmenda domethënë do mbahen te qendra Loja edhe ajo është, domethënë kemi secilën ditë ne do të postojmë në rrjetet tona sociale për orarin e saktë të punëtorive edhe hapësirën ku do të mbahen. Kështu që ajo është e tëra. Gjithmonë kemi edhe një lloj përshkrimi të asaj se çfarë do të jepet dhe çfarë ofrojnë punëtoritë, që njerëzit ta dinë pak a shumë se çfarë presin.
Kjo është, me thënë, nuk është se kemi në një mënyrë të veçantë të paraqitjes për këta punëtori. Punëtorit i kemi gjatë ditës, besoj. Po. Kryesisht janë rreth orës 1:30, po thash me që nuk e kemi publikuar ende programin final, këto do të jenë me saktësi kur të kemi programin final që do ta postojmë gjithsesi. Po, në ditën e vijim, pasi festivali na fillon diku javën tjetër, të mërkurën. Sot një javë, pikërisht. Dhe filmat vazhdojnë shfaqen në mbrëmje. Po. Projekcionet tash janë gjithmonë në orën 8 mbrëmjes, kurse gjithçka tjetër që shoqëron festivalin punëtorit janë gjatë ditës. Koncertin që e përmenda merë, të kemi një koncert klasik me kitar nga një... Të do kemi në natën përmbyllësa. Kjo është në natën finale, po pas projekcioneve të filmave do të kemi koncertin që është nga kitaristi gjerman Ben Enzo. Çfarë filma presim këtë edicion, paka shumë çfarë zhanresh dhe në cilat gjuhë? Unë të kisha dashur për filmat t'i kaloj pak anës ndoshta, me që Ana ka qenë bashkë me vullnetarët tonë lokal, ka qenë më shumë e përfshime në preselektimin e filmave, ndoshta ajo ka një ide pak më të qartë se çfarë do të shfaqet, edhe mandej mund të kalojmë edhe diskutojmë pak më gjerësisht nëse. Patjetër. I would like to know what kind of movies we will be seeing or watching this edition. What genre and in which languages, and what can the audience just expect from Watch Out this edition? Very diverse program. We have movies from all over the world. So we have one that are from here, but also from other countries in Europe, like France, Germany, Italy, but also from Iran and Canada. So it's very mixed, and the movies will have subtitles. So the subtitles will be in which language? Albanian? In English. In English, okay. So it's Yes. So they can be inclusive for everyone. Yes. And it was very interesting because the topics are also so diverse. There are some like everyday life topics, but also things that concern everyone, like environmental changes or from Belgium, I think it was more about migration. So there is a lot of different things. So also they bring awareness and messages and Yes. Do you have any favorite? I have a few, but honestly they were all great. So I'm excited to see how other people... Short movies, or what duration are the movies? I think we have the category of short movies, which are up to half an hour, and we have the documentary, and the experimental and animation are mostly shorter even than that. And is it hard being in the pre-selection team? It was. I mean, you probably watch a lot of amazing movies, and you want them, to be shown to everyone. But still, some of them have to be selected. So. Yes, but I'm happy that it wasn't my decision alone, and that there were so many local volunteers helping us. So having the opinions of a lot of people, and that's how the selection happened. So it was not on one person alone, because you're right, it was very difficult. Movies were great. Yeah, and probably a lot of pressure. Yes, because it's up to the group, it's fine again. How many movies do we have? In the program? Okay. Kemi pas dikon të 900 filma që janë, po, kështu që definitivisht ka qenë një përgjithje, ka qenë një preselektimi ndoshta ka qenë pak sa më i vështirë, me që kur ke diku të 900 filma është një proces si që tha edhe Ana, është e lumtur që vendimin ka qenë vetëm i saj, po i shumë persona vazhdo. Tash programi final do të ketë 30 filma, domethënë prej tyre 900 janë përzgjedhur 30 filma, dhe ata 30 filmat i kanë kaluar jurisë profesionale që vetë e përmenda paraprakisht, edhe ata janë atë që ata e vendosin kush në fakt është fituesi asaj cilës prej kategorive. Filmat janë të metrazhit shkurtër. Për atë edhe kemi 30 filma në program, me që metrazhi gjatë 30 filma nuk mund të jepen asesi për 4 net festivalit. Edhe kategorinë të me thënë ndajnë, kemi metrazhin e shkurtër që ka dikun të 10 filma, kemi filmin dokumentar, edhe mandej kemi filmin eksperimental dhe animacion, që tash janë kategori që është një e përzirë në fakt në këtë rast, dhe presit të tyre kategorive do të kemi një fitues.
Si që përmendje dhe Ana, kemi pas aplikacione në fakt prej shumë vendeve, fakt prej Great Botës, edhe ata filma që janë përzgjedhur, përmendje dhe Ana që kemi Spanjë, Francë, kemi Turqinë, kemi Iranin, Gjermaninë, po, kemi filma prej Kanade, Shteteve të Bashkuara, gjithandaj, Indonezisë, kështu që është një përzierje shumë interesante dhe pak a shumë e kemi sjellë gjithë botën të tofë këta 4 net, ose do ta sjellim në fakt, me që festivali s'ka filluar ende. Gjithsesi 30, edhe pse të metrazhi të shkurtër, 30 filma nuk janë pak, ka besoj hapësirë, ka jeni adaptuar, akomoduar të gjithë. Mund të gjejnë të gjithë vetën dhe të preferuarin, diçka që të shohin në këto 4 net. Pikërisht, domethënë kemi prej temave që janë më tjetës përditshme, domethënë që janë ndoshta pak më të lehta për tu gëlltitur deri tek ata që janë pak më të vështira dhe që flasin për atë që ndodhen sot në botë, për konfliktet e ndryshme që janë mjaft shpeshta, apo për ndryshimet klimatike, edhe për atyre temave që janë pak më zbavitse dhe që janë pak më interesante ose që mundojnë pak a shumë të sjellin këta problematika në mënyra më zbavitse dhe jo gjithmonë në ata vështirësi që ata në fakt i bartin vetvete. Përmendja edhe në punën me aktivistët lokale. Sqarojmë pak se kush janë këta aktivistë lokal dhe punën e tyre. Domethënë, gjatë festivalit Huaçan gjithmonë kemi shumë vullnetarë lokal që përfshihen në festival. Ata ndihmojnë prej selektimit filmave deri tek me dekorimin e hapësirës, me pritjen e mysafirëve dhe me gjithçka tjetër që ka të bëjë me festivalin. Kjo është një mënyrë për që ata të kyçen në jetën kulturore të qytetit, por gjithashtu edhe të përfitojnë nga kjo. Ata mësojnë shumë që kanë mundësi të jenë pjesë e workshopeve të ndryshme, punëtorive të ndryshme, kanë mundësi të takojnë njerëz të ndryshëm që merren me film, që merren me kulturë, që merren me art. Kështu që kjo është një lloj përfitimi gjithësisht pak a shumë dhe mendoj që Tetova si qytet ka shumë nevojë për të patë eventet ndryshme, ngjarjet ndryshme kulturore ku trit mund të kyçen edhe të përfshihen. Dhe mendoj kjo është arsye sepse ata janë aq shumë të involvuar në festivale dhe pse janë në numër aq të madh gjithmonë rreth festivalit Huaçan. Ekzona, kemi interes qoftë nga vullnetarët, po ashtu edhe nga audienca që të jetë pjesë e festivalit të filmit? Deri tash, po. Për këtë vit nuk e di se do të jetë, po sa shoh edhe sa e shoh interesin e njerëzve do të jetë si gjithë vitet e kaluara. Domethënë ka mjaft interes, njerëzit gjithmonë pyesin për Huaçanin që pak a shumë tregon interesin që ata e kanë, edhe Tetova si qytet gjithmonë ka shumë nevojë për evente të ndryshme, për ngjarje të ndryshme kulturore dhe mendoj se edhe këtë vit festivali do të pritet shumë mirë. Se po përmendoj që nuk kemi vetëm audiencë nga Tetova, po dhe nga qytetet e tjera të Maqedonisë së Veriut, po ashtu dhe nga rajoni. Po. Gjithmonë kemi edhe prej Kosove, kemi pas ndonjëherë edhe prej Shqipërie, edhe normal kemi prej Shkupit, Tetove dhe vendeve të ndryshme që kanë interes për filmin dhe ju intereson festivali. Mendoj festivali tashmë vetë se njihet, është edicioni 14, kështu që kemi kriju një lloj definitivisht veçantë kur kemi nëse kemi parasysh që nuk është se kemi përkraje nga institucionet e shtetit, kështu që gjithmonë mundohemi gjejmë mënyra të ndryshme për të mbështetur festivalin. Mendoj që është bërë një punë shumë e madhe që kemi mbrit deri këtu ku jemi. Është kjo do thoje njëra nga sfidat më të mëdha për kraja? Patjetër, po. Ne gjithmonë festivalin fillimisht ta them që festivali mbështetet nga Instituti Goethe në Shkupe dhe nga organizata partnere e lojës Kurve Fustrofka Gjermania. Po, kur vjen puna tek institucionet këtu, nuk është që kemi mbështetje, domethënë kryesisht nuk është se ju intereson edhe aq shumë dhe deri tani nuk kemi pasur asnjë lloj mbështetje ose asnjë lloj financimi nga përkundrazi. Siç ndodh me pak a shumë çdo projekt kulturor dhe artistik, pak a shumë komuniteti artistik qëndron aty. Besoj që po. Mendoj që ka shumë, ne si Maqedonia përgjithsisht mendoj që ka shumë nevojë për art dhe për kulturë, po se njerëzit e shohim interes ka, të rinj ka plot grup mosha që duan të jenë pjesë, të shohin diçka, të provojnë diçka të re, kështu që vetëm na duhet financime. Që nuk e kemi. Që nuk e kemi fatkeqësisht. We were talking about challenges in general and also how important is the support of institutions also, but I would like to know for you personally so far, talking about the film festival, what was the most challenging thing or part? For the film festival? Yeah. Definitely about what we talked about before, like deciding for movies and trying to find out which ones to show, but
again, thanks to the amazing local volunteers because they came for weeks every night to watch movies. Yeah, Exona mentioned that there were like over 900 movies, so there has been a lot of work to do. Yes, that was definitely a challenging part. Any favorite category? Like, which are you excited about one of them more than the other? I'm definitely excited about the short films, but mostly because I've been involved in the short films the most. So I'm also excited to see how they are received and what other people also think about the films. Nice. We also mentioned that we have audiences not only from Tetovo and the surrounding cities, but also from the neighboring countries and other parts of the world, I believe. Do we have any movies selected from, let's say, Albania, Kosovo, or Montenegro, from the region in general, or not this edition? There's one from here, but there's one also from Croatia, I believe, one from Bosnia. There is a production between Macedonia and Kosovo as well. Yes. So we have a few from the region. Kështu që kemi, domethënë, dhe nga rajoni dhe nga Ballkani në përgjithësi, që nga Kroacia, nga Bosna, nga bashkëpunime the Kosovë dhe Maqedoni. Kosovë dhe Maqedoni, kemi një film nga Kroacia, kemi nga Bosnia. Nga Shqipëria nuk e di, nuk jam shumë e sigurt, po nga vendet tjera që u përmendën pak a shumë, po kemi vitin e kaluar, mendoj filmat që kanë apliku, kemi pas edhe prej Maqedonie, edhe prej Kosovë, edhe prej Serbie, edhe prej gjithë vendeve fqinje, po ata që janë përzgjedhur dhe që janë pjesë e programit, domethënë kemi Bosnjën, Kroacinë, Maqedoninë e Veriut edhe Maqedoninë edhe Kosovën bashkëpunim. Exon 14 vite festival, në bisedën që kishim ne, ti ke 8 vite pjesë e lojës, apo jo? Më thënë 8 vite bashkë edhe me festivalin e filmit. Punë e madhe, bisedojmë pak, çfarë është prezantuar gjatë gjithë këtyre viteve, sa është punuar, besoj, një mund lodhje, sidomos kur kemi të bëjmë dhe me pjesën që nuk financohemi, apo nuk përkrahemi sa duhet. Çfarë është të prezantosh çdo vit një festival filmi, kur flasim, kemi prezantime nga gjithë bota? Unë mendoj që në këtë drejtim ne kemi bërë një punë shumë të madhe për të njohur Tetova në gjithë andej. Në fakt, kur e shohim se kemi aplikacione ose filma që vinë nga e gjithë bota, kjo do të thotë që secili prej atyre njerëzve që merr mundin të aplikojë dhe të jetë pjesë e festivalit Watchat, mëson më shumë për Tetor, mëson më shumë për Maqedoninë edhe për atë që ne jemi edhe kush jemi. Kështu që mendoj se në këtë drejtim kemi bërë një punë shumë të madhe. Edhe gjithsesi e kemi bërë pa asnjë lloj financimi nga institucionet shtetërore që në fakt është në interesin e tyre, që ky vend përparoj edhe të njihet sepse nuk ndikon vetëm le të themi tek loja apo tek audienca që vjen tek festivali, ndikon në shumë sfera, që ndoshta ne edhe nuk i vrejmë njëherë, por që thua Tetova fillon e njihet, Maqedonia si shtet, pastaj turizmi, ndikon në shumë gjëra të tjera. Pikërisht. Deri tani domethënë kemi pas gjithmonë kemi pas përfaqësues të filmave fitues në Tetovë dhe në Maqedoni, domethënë gjithmonë kemi sjell njerëz që merren me film, që merren me art në Tetovë, që mendoj është diçka shumë pozitive për Tetovën si një qytet pak më i vogël dhe që nuk është se ka një emër shumë të madh jashtë Ballkanit, le të themi, po edhe në Ballkan. Gjithsesi e dim që ndoshta Tetova jo gjithmonë ka pas nuk është njohur për diçka pozitive dhe mendoj që këta festivale ose arti në përgjithësi i ndihmon një qyteti, një kulture që të njihet edhe të njihet për diçka të mirë. Kështu që mendoj se në këtë drejtim kemi bërë mjaft dhe do vazhdojmë të bëjmë, po gjithsesi mendoj që kemi ndikuar shumë edhe tek mënyra se si trit e shohin artin, se si trit lidhen me kulturën edhe mësojnë për asaj që është e rëndësishme edhe sa është i rëndësishëm filmi. Jo gjithmonë filmi është vetëm për zbavitje. Thash që festivali ka karakter edukativ, aktivizëm, edhe normal, nuk e lëm jashtë zbavitjen se fundja edhe ajo gjithçka, po përfshin gjitha edhe mendoj që për një qytet si joni kjo është shumë e rëndësishme dhe është shumë e nevojshme. Vërehet ky përqim i mesazheve, kjo ngritje, le të themi kjo rritje e vetëdijes përmes festivalit, filmave që prezantoni? Po, mendoj që po, ndonjëherë shohësh edhe aty kur njerëzit mbarojnë filmat dhe njerëzit ngrenë dhe fillojnë të diskutojnë për atë që është parë, po mandej e shohim edhe në diskutimet që vazhdojnë më pas, ose të ri që
kthehen tek loja dhe vinë më shpesh edhe i shohësh që në fakt ata reflektojnë edhe mundohen të implementojnë atë që ndoshta ose mesazhet që i marrin mundohen të implementojnë një farë mënyre. Ne nuk e kemi vetëm festivalin e filmit Watch Out, kemi edhe festivalin e filmit gjerman, kemi festivalin Human Rights Film Festival që është i lidhur në festivalin e filmit Human Rights Film Festival Berlini, domethënë filmat që kanë vlerësim më të lartë në festivalin e të drejtave të njerëzit të Berlinit shfaqen në Tetov. Kështu që kemi festivale të ndryshme, kemi aktivitete të ndryshme ku mundohemi të përfshijmë të rinjt edhe mundohemi të përçojmë mesazhe për atë që le të themi për kapacitetin që Tetova si qytet e ka edhe që duhet në fakt ta realizojë. We're talking with Exona how the festival is not only like showing movies and all of us having fun, but also it contributes a lot in the educational part of the population. And also, I wanted to ask you, like, how do you feel and how important do you think it is to show these movies to us and the themes that they present and the messages that they try and give to us? I think it's very important. I think films are a great way to address topics, but also spark discussions. So, yes, to portray and have also glimpses from other part of the world, seeing that some problems might be the same, some issues might differ, and that's also very interesting to see. And that was one part that was very interesting for me in the pre-selection. You have been in the pre-selection team. Has any of the movies like sparked discussion between you guys, or have you talked about any of the movies, or maybe a subject that you weren't quite so informed before, but now you know more, and maybe it was something also new to the local activists? I think for the last weeks, the films were something we talked in the office a lot about, and discussing the films also after the screening. That was, I think we discussed most of the films actually. Kështu që këto diskutimet fillojnë që nga brenda. Patjetër, po. Secili film që është pjesë e programit përcjell një mesazh, dhe nuk është ti vendosur aty vetëm kot, le të themi, po secili film ka diçka të rëndësishme dhe ka diçka që përcjell, le të themi. Kështu që këta diskutime pak a shumë fillojnë prej brenda lojës dhe vazhdojnë mandej edhe gjatë shfaqjes së filmave, po edhe më pas. Thash që ideja është që gjithë njerëzit që vinë tek festivali normal që dalin me diçka pozitive prej aty, po edhe me një le mos ta quajmë mësim, po pak a shumë të reflektojnë mbi atë se çfarë i bëjmë në natyrës ndonjëherë, ose çfarë sillin konfliktet, ose çfarë mënyra se si ne jetojmë, sa është e rëndësishme ajo, ose sa është e rëndësishme secili hap që ne ndërmarrim, ose secili veprim që ne e bëjmë. Kështu që mendoj në këtë aspekt filmi ndihmon shumë, edhe jo vetëm filmi, arti në përgjithësi. Temat rëndësishme si vjet janë shumë të komentuara si tema, qoftë migracioni, qoftë ambienti, kujdesi ndaj natyrës, ose gjithmonë që ndrojnë tema shumë aktuale. Po, patjetër. Këta janë disa prej temave që do t'jem pjesë e festivalit, po me që jo gjithmonë imigracioni është diçka shumë pozitive. Jo gjithmonë fakt konfliktet nuk janë as pak pozitive në këtë drejtim. Kështu që ne gjithmonë mundohemi të kemi edhe ngjarje tjera rreth festivalit, kemi paratë dhe kemi punëtoritë ndryshme që fakt pak a shumë let hapësirë edhe për diskutime dhe për reflektim mbi atë çfarë ndodh gjatë festivalit edhe filmave që shfaqen gjatë festivalit. Kështu që mendoj se gjatë këtyre 4 ditëve të festivalit ka një atmosferë shumë interesante në qytet, kemi një diçka shumë pozitive aty, edhe pse tema ndonjëherë janë të vështira për të golltitur, gjithsesi mendoj që ndihmojnë në edukimin e trive. Është më mirë ndonjëherë të na prezantojnë, jo vetëm ndonjëherë, por shpesh na prezantohen tema që janë të vështira për të golltitur, sepse pak a shumë ato le të themi
na japi një nxitje, të mendojmë pak më tepër, të shohim, të reflektojmë se ku jemi dhe çfarë duhet bëjmë. Patjetër. Çfarë grup mosha shohim në audiencë? Besoj kemi grup mosha të lloj-llojshme sepse është rëndësishme besoj të ndikojmë tek të gjitha moshat. Festivali asnjëherë nuk është i limituar për një grup, domethënë ndonjëherë kemi edhe fëmijë në festival, deri tek njerëzit të mosh më të rritur ose në mosh pak më të shtyr. Po, më të shtyr ndoshta. Kështu që nuk kemi asnjë lloj limiti në këtë drejtim. Dhe interesimi po ashtu shfaqet dhe të gjitha ata. Gjithmonë mund të shohësh fytyra të ndryshme në festivale dhe njerëz të ndryshëm në festival. Kështu që nuk është se kemi ndonjë lloj limiti. Normal që ne gjithmonë i kemi parasysh se çfarë kemi si audiencë dhe filmat gjithmonë janë të përzgjedhur edhe bazë këtyre. Jemi në fund, por gjithsesi dua të di pak edhe mbi aktivitetet e tjera që loja prezanton, sepse festivali filmit nuk është i vetmi që loja besoj prezanton shumë aktivitete faktikisht, dhe dua të di pak mbi të gjitha nëse mundemi, sado kudo në pika të shkurtra. Po, domethënë ne bashkëpunojmë shumë me universitetet në Maqedoni, po tash domethënë jemi duke u zgjeruar edhe kalojmë edhe në rajon. Këtë drejtim kemi një vizitë studimore që do organizojmë muajin e ardhshëm. Dhe mandej prej shtatorit të andej kemi festivalin Letrar Watch Through, që është një festival mjaft interesant dhe që ku i cili njëjtë flet për temat shumë të rëndësishme, jo vetëm në Maqedoni, po më gjerë. Gjatë festivalit gjithmonë kemi shkrimtarë të ndryshëm, kemi politologë të ndryshëm që janë ftuar edhe që i diskutojnë çështje që ndoshta nxisin debate dhe janë të rëndësishme për ne. Mandej do kemi një konferencë në mbi edukimin paqësor, njëjtë është edhe ajo diku nga tetori ose nëntori nëse nuk gaboj. Kështu që ne do vazhdojmë aktivitetet normal, një pjesë e rëndësishme janë edhe Akademia e Paqes që është një akademi shtatëditore ku është e hapur për student, për artist, për aktivist, për gjithkën që ka interes të mësoj më shumë për paqen edhe për aktivizmin qytetar. Edhe normal që trajnimet mbi transformimin kreativ të konflikteve, tema që ne mbi cilat ne punojmë tashmë 25 vjet. Më thënë aktivitetet të shumta, plotë për plotë për gjithë ata që duan të jenë pjesë e lojës, qoftë nga ana më edukative tek ato më zbavitëset, apo thjesht të jenë pjesë qoftë dhe si audiencë, të vinë dhe të shohin, të ndëgjojnë. Besoj të gjitha detajet do shfaqen, do i prezantoni tek rrjetet sociale të juaj, apo jo? Po, gjithçka, domethënë që gjithçka që do të vijojë, domethënë do jetë në rrjetet tona sociale. Tash javën e ardhshme do i shpallim edhe fituesit e filmave, kështu që kush ka interes të shohë kush janë fituesit, lirisht mund të na ndjek në Facebook, Instagram, gjithashtu edhe me page-in e lojës. Nuk kemi ende TikTok, po gjithsesi mendoj që gjithçka do jepet në Facebook, Instagram edhe vetë faqen e lojës. Kështu që nëse kushdo që ka interes të ndjek aktivitetet e ndryshme që do të jenë ose që do të vijojnë, këto janë mënyrat se si mund të na ndiqni, po gjithmonë loja është në të top bashkën tjetër, kështu që kur kaloni andaj. Jenë të hapur, dhe po vetëm vinë të informohen, ju kanë aty. Patjetër. Edhe po ashtu plan programet për të gjitha këto aktivitete do vinë dhe të prezantohen ditëve në vijim apo muajve në vijim që na presin. Anna, we are approaching the end, but I would like to know, since you're new in Loja, you just started this year, right? Beside the film festival, what are you looking most forward to this year from the activities? Oh, well, that's difficult because there is a lot to come, and right now the film festival is definitely the biggest thing, but I think the rest of the year will also see great things. We have a study visit coming up, but we also have conferences and trainings, so just excited to see. Excited. Yes. Yeah. See new things, explore, meet new people. Yeah. Yes, for sure, because for me, because I just started, so it's the first time, so everything is exciting and I'm just happy to be here. Yeah. I believe every activity brings its own experience and new possibilities. It does, and also for me, seeing new perspectives, and that's very great.
Thank you a lot for coming. I really hope to see you again, and I really appreciate that you found the time to be here with me today. Thank you so much for having us. Falenderoj shumë Exona, e falenderoj shumë të dyjave që gjetët kohë dhe hapësirë t'jeni sot me mua. Vërtet në atë ju kisha, uroj shumë suksese festivalit dhe uroj të ritakohemi pse jo dhe për aktivitetet e tjera që prezantonin. Ju falenderoj shumë. Atëherë të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes dhe për sot për të ritakuar sërish të premten. Mos harroni festivali i filmit Watch Out në Tetov nga data 18 deri më 21 qershor dhe ne ritakohemi sërish të premten. Mirëmbëjtje.